Shikues të nderuar, ju përshëndes. Do të jemi në vijim bashkë për të njohur më gjerësisht me zhvillimet më të fundit, por jo vetëm, edhe me të ftuarin e ditës. Teksa i referohem kësaj, ne do të flasim më gjerësisht për zhvillimet politike në Kosovë. Një mori ngjarjesh të cilat kanë ardhur në ditët e fundit, por ne do të diskutojmë këto më gjerësisht me të ftuarin ton, analist nga Kosova, Albin Maloku. Ne kemi në një lidhje të drejtë për drejtë. Ju përshëndes, faleminderit që jeni me ne sot në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Unë thash në pak një nisje të shkurtër lidhur me faktin se në Kosovë ka shumë zhvillime politike për momentin, ndoshta edhe që do sjellin pse jo zgjedhjet parakoshme. Po do të ndalemi përgjatë bisedës. Fillimisht do doja t'ju pyesja cilat janë mundësitë reale që Konjufska të mund të realizojë qeverinë pas propozimit të Kurtit, emrin e tij. Praktikisht, zoti Konjufca dhe subjekti i parë pas zgjedhjeve të nënshkurtit pra lëvizjeve vendosje kanë mundur ta kenë qeverinë që kryet herës, dhe kur po them kryet herës, po aludoj sikur kishte një qasje ndryshe, pra që të një realiteti se në sistemin parlamentar të Republikës Kosovës është e rëndësishme vota, e cila determinon procesin edhe të zgjedhjes së kryeut të kuvendit, edhe të organeve përcjellëse të kuvendit, por edhe të qeverisë. Këtë veprim lëvizja vetëvendosje nuk e bëri si partia më e madhe në vend, e pas zgjedhjeve të nënshkurtit të vitit të rrjedhës, dhe erdhëm deri te situata ku u konvertuan shumë narrativa sa i përket asaj se pse nuk po bëhet, e sidomos këto që imponoheshin në emër të ndryshimeve, ose jo në emër të ndryshimeve, por në emër të asaj që ishte një lloj e drejtë kushtetuese, po flasim për kryet herës për çështjen e kryeut të kuvendit. Erdhëm deri te situata ku pas mandatarit parë që u bën nga ana e presidentes së vendit zonjës Vjosa Osmani Sadriu, që ishte i propozuar i lëvizjes së vendosjes si subjekt më i madh parlamentar, zotni Albin Kurti, ata nuk arritën ta bënë këtë dhe provuan që në opinion ta nxjerrin si çështje problematike çështjen e emrit të liderit, që faktikisht nuk kishte të bënte me këtë, mirë po problemi thelbësor është që nuk ishin vota, dhe këto vota mund të bëheshin po të kishte një koalicion, po të kishte një përqasje më të matur nga lëvizja vetëvendosje dhe kreu i saj, dhe më pastaj prap vazhdojmë në një sistem të mosnjohjes së këtij realiteti se me këta numra, me këtë qasje nuk bëhet qeveria, subjekte tjera parlamentare, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Harmoninë e Kosovës, Nisma Socialdemokrate, nuk e kishin mundësinë dhe nuk kishin të gatshme të provohen alternativa tjera për një procesi zgjedhor. Tani, zotni Konjufca, siç duket dhe sipas deklarimeve që i bëjnë subjektet politike, krerët, deputetët, faktikisht nuk ka ti merr vota që të ecet përpara, pavarësisht se në opinion është provuar të nxirret si një figurë gjithsesi. Zotni Konjufca, duke qenë kryetari i kuvendit, është treguar më i maturuar krahasueshmërisht me cilin do nga lëvizja vetëvendosje në kuptimin e një bashkëpunimi, në një bashkërendimi dhe një pranimi që i ka bën dhe aktorëve tjerë politik në Republikën e Kosovës, dhe duke menduar se në këtë kartë në respektit do t'i merr votat, kjo është një tentativë e lëvizjes vetëvendosje në vazhdën e gjitha tentativeve që janë bërë prej nënshkurtit deri më sot. Unë mbi bazën po them prapë të asaj çfarë deklarohet nga subjekte tjera politike, përderisa nuk ka një koalicion, nuk shoh që zoti Konjufca mund të ketë sukses në formimin e qeverisë së re, si mandatuar nga presidenti i vendit dhe imponuar nga lëvizja vetëvendosje si një mundësi e radhës që sidomos themi ashtu tentohet të mbahen disa shpresa se ndoshta mund të kemi qeveri me rezultatin e nënshkurtit të vitit të rrjedhë, që unë po them prapë nuk jam shumë i besimit se mund të ketë sukses, pavarësisht se në kapacitetin individual zoti Konjufca nuk është se nuk po provon të ketë kontakte me deputet, duke shpresuar që do të gjejmë rrugë alternative, që unë them prapë çdo tentim për gjetë rrugë alternative është një qasje jo konvencionale asaj të praktikës parlamentare dhe politike që ka qenë në Republikën e Kosovës, po themi deri me nënshkurt të vitit të rrjedhës. Zoti Maloku, gjithë këto muaj në thonjza pa një qeveri, pa një qeveri të dalë nga zgjedhjet më të fundit që edhe ju i referoheni. Sa në dëm ka qenë të shtetit të Kosovës kjo situatë? Jashtëzakonshme, gjithanshme dhe me reperkusione cila do t'i vrej mende, në kuptimin asaj që patëm një proces të jashtëzakonisht mirë zgjedhor, qytetari i Republikës tha që përmes votës se nuk duan qeverisje një partijake,
por duan partneritet, koalicion, dhe tani aspektet negative që i përjetoj Republika e Kosovës është në shumë rrafshe. Republika e Kosovës nuk është vend skandinav që mund të funksionojë për arsye se ka një regulativ tjetër funksionimi i sistemit drejtues të vendit, po edhe i organeve tjera gjetse, agjencive ngjashme që mund bëhet edhe pa pas një qeveri. Në Republikën e Kosovës edhe parlamenti gjithsesi i konstruar që në Republikën e Kosovës është diçka pak më ndryshe për arsye se ka shumë agjenci, shumë institucione tjera, borde ngjashme që duhet kalojnë përmes dorës së parlamentit. Më pas të janë çështjet e rekomandimit edhe të punës që të angazhimit që bën qeveria e vendit që prapë është ndërlidhur në mënyrë zinxhirore me të gjithë mekanizmin shtetëror të vendit, pra dhe këto humbje janë, siç e thash, të gjithanshme, gjithsesi që do të vrihen ende në aspektin ekonomik, në aspektin politik, diplomatik, më pastaj edhe të asaj që është tentimi për ta mbajtur këtë shtet në mënyrën më të mirë të mundshme për faktin që si shtet i ri që është gjithsesi paralelisht saj është një demokraci në zhvillim dhe çështja e respektimit të rendit kushtetues duhet të ishte një farë lloj standardi në politikën e Republikës së Kosovës në mënyrë që të dele njëjta sa më mirë që është të mundshme për arsye se në sens fundit është një interes i krijimit të një imazhi të një demokracie funksionale, stabile në synimet e saj evropiane. Dhe janë të shumta. Tani kur kemi këtë situatën aktuale, po provohet prapë me një tentim narrative që na qenë ka problematik çështja e buxhetit, çështja e miratimit të marrëveshjeve ndërkombëtare, të rëndësisë veçantë financiare për Republikën e Kosovës dhe se duhet ta bëjmë këtë. Mirë, po keni parasysh prej non-shkurtit deri më sot po dalin dhe ignorant në një formë ose tjetër, thuhet se nuk e kanë ditur që do të vijmë deri në këtë moment ku duhen të respektuar disa procedura ligjore që janë të pandryshueshme, siç është çështja e buxhetit dhe momentet kur duhet kalojë dhe të miratohet dhe të mos krijohen problematika. Janë një mori e institucioneve në Republikën e Kosovës që funksionojnë me mekanizma jo të plot tipit bordeve ose të organeve tjera drejtuese, të agjencive të ndryshme dhe pra janë të panumërta humbjet të cilat janë shkaktuar Kosovës për ambicie politike, për diçka që ka qenë ego nga mos përmbushja e saj me non-shkurt të synimit të marrjes së pushtetit absolut nga një subjekt politik dhe tani të gjitha këtyre të tjerë konsideroj që nuk është se nuk kanë pas një vullnet për të ecë përpara, mirë po them pra ai egoizmi jashtëzakonshëm për të pas fuqi të plot në pushtet krijoi situatën që të kemi këtë gjendje në Republikën e Kosovës, e cila është jo e mirë në këto aspekte që u përmendëm, por janë edhe të tjera. Flasim edhe për rrugtimin e integrimit evropian të saj, flasim edhe për tentimet e saj të faktorizimit në më shumë mekanizma ndërkombëtar, pra janë një mori e çështjeve të cilat e kanë prekur drejt për drejt edhe qytetarin e Republikës së Kosovës, po edhe shtetin e Republikës së Kosovës. Të gjithë këto faktorë që ju përmendën në fakt ndoja të ndalesh apo ndoshta sipas skaletës edhe në fund të bisedës tonë bashk. Do t'i kthehem një balotazhi këtij të fundit që pati Kosova. Shumë e kanë parë si një rezultat, në thonjza si një sinjal paralajmërues. Ju në këndvështrimin tuaj do ta çonin këtë sinjal të fortë për qeverinë apo për opozitën? Tani çështja për arsye se duhet bëjmë një ndoshta për sqarim me non-shkurt të vitit rrjedhës ishin zgjedhjet për Kuvendin e Republikës së Kosovës në nivelin shtetëror. Më pastaj rrodhen këto të zgjedhjet e 12 nëntorit për çështjet e bashkive dhe komunave, ju i thoni bashkinë e komunat, për zgjedhjen e kryetarëve dhe të këshilltarëve komunal. Për arsye të sistemit tonë kemi edhe këtë raundin e dytë i cili u përmbyll dhe ishte jashtëzakonisht i mirë. Megjithatë ishin disa frekuenca të cilat do nëse nuanca që nuk lanë një shije të përmbyllëse jashtëzakonisht mirë po. Ajo çfarë vërnerohet këtu është që subjektet politike do duhet ta lexonin këtë rezultat në mënyrën më korrekte të mundshme edhe në raport me veprimet e tyre, me pozicionin e tyre edhe në çështje tjera. Është angazhuar jashtëzakonisht shumë ose është investuar jashtëzakonisht shumë energji, së mos nga lëvizja vetëvendosje që
të ketë fitore në sa më shumë komuna. Dhe kur po them fitore, aludoj që të ketë mundësi që të ketë kryetarin e komunës nga subjekti i tyre politik. Lëvizja vetëvendosje nga 4 arriti ti merë në drejtim 7 njësi administrative që njën si komuna në Republikën e Kosovës, me gjithat nisur nga rezultati në nivelin vend për parlamentin dhe këto për komunat nuk është se është e përafër. Gjithsesi, qytetari vlerëson diçka tjetër, mirë po, kur them diçka tjetër aludoj tek procesi zgjedhor lokal, pra vlerëson kryetarin, cili do t'i drejtoj çështjet e komunës dhe këshilltarët komunal, gjithsesi me një angazhim të subjekteve politike për të dalë sa më mirë në këtë proces. Me pa këtë koloritin e subjekte politike që ka marrë tani Kosova në kuptimin e pozicionit subjekte politike, tani kemi një barabarsi në një formë ose tjetër se i përket si numër, jo si peshë gjithsesi, për arsye se jo të gjitha komunat e kanë njëjtën peshë në çështjen e pasjes së fuqisë së tyre si ndikuese në një subjekt politik fuqisë të tij ose ngjajshme. Mirë, po problematika qëndron a arritën me lexu se qytetari ato çështje të cilat e prekun drejt për drejt e kanë mendim, e kanë vlerësim dhe thelbi është tek tentimi për të bashkëpunuar. Tani është interesant edhe në shumë komuna të cilat kanë fitu këtë subjekte politike prapo i rëndes, Lëvizja Vetëvendosje ka marrë 7 komuna, Partia Demokratike e Kosovës ka marrë 7 komuna, Lidhja Demokratike e Kosovës ka marrë 6 komuna, Aleanca për Rinjën e Kosovës mirëmban pozicionin që ka pas komunat në 5, Nisma Social-Demokrate 1 komunë dhe si kandidat përmes iniciative qytetare zoti Ramiz Ladrovci 1 komunë. Pra, por nga kjo fotografi e pozicionit subjekte politike, qytetari me gjithat nuk, ose më mirë në thonë, po u jep respektin dhe meritën se cilit në formën e vetë, dhe një të funit në demokracinë e Republikës Kosovës është jashtëzakonisht e rëndësishme partneriteti dhe koalicioni, pra dhe subjektet politike në nivel vendi ta kuptojnë se pa partneritet, pa koalicion, gjërat vetëm shkojnë për së keqi dhe në mënyrën më të paduhur për Republikën dhe duhet t'i qasën ndryshe dhe fenomene të tjera siç është sidomos formimi i qeverisë Republikës Kosovës, po edhe ecje të tjera që ndërlidhen me çështjen e pozicionit të Kuvendit të Republikës Kosovës, për arsye se ne sot në Republikën, konkretisht në Kuvendin e Republikës, kemi kryetarën disa dhe 5 nën kryetarët. Mirë po, as edhe një mekanizëm tjetër përbërës si Kuvendi nuk është i konstruar dhe gjithsesi nuk mund të bëhet me asnjë lloj manovrimi ose në emër të asgjëje, përderisa nuk ka ndarje në kuptimin kush merr qeverinë dhe ngelet opozita, për arsye se janë disa komisione që duhet drejtohen nga subjekte të cilat nuk do të jenë pjesë e qeverisë, pra do të jenë opozitë. Dhe sot nuk mund të kalohet kjo, dhe për këtë rrjedhoj kemi këtë pengesën e fuqishme që po prodhon rezultate jashtëzakonisht dëmshme se i përket edhe miratimit të buxhetit edhe çështjeve tjera përcjellës që ndërlidhen me çështjet buxhetore. Zoti Maloku, do doja të ndaleshim pak edhe tek ndërheqja e Memlik Kresnigjit. Ishte një tregues i demokracisë në parti dhe a duhet të veprojnë të gjitha njësoj, të gjitha kështu? Tani, ne kemi si klishe që në qoftë se një lider i saktuar politik, edhe kjo klishe është kriju si pasojë e asoj arrogancës, ku një lider nuk don ose një kryetar partie nuk don të largohet nga pozicioni kryetarit me asnjë kusht. Dhe tani sikur krijohet një farë situate që duhet ta lavdrojmë këtë moment të dorëheqjes së zotit Krasniqi nga kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës në një fazë kur po dihet mirëfilli që do shkojmë më përpara në një proces zgjedhor të parakohshëm në nivel vendi, sesa që do të kemi formim të tensione mbi bazën e rezultatit të nënshkurtit. Dhe kjo e vë Partinë Demokratike në një situatë jashtëzakonisht interesante. Keni parasysh si subjekt politik e ka pas për nevojë shumë kohë përpara që të organizojnë një proces të tanësishëm, zgjedhor, duke përfshirë të gjitha nivelet në mënyrë që edhe veprimet të mos bëhen sa për fasadë. Mirë po të ketë mirëfilli një proces zgjedhor i cili kërkon kohën e vet dhe kërkon procesin e vet. Tani është e pamundshme dhe duhet me siguri për të vlerësim i këtij subjekti politik që shkohet përmes një konvente të zgjedhet kryetari i ri i partisë, i cili gjithsesi prapse ose nga organet ose nga opinioni publik do të mund të konsiderohet si diçka
ose një kryetar jo fuqiplot për faktin që kalon vetëm një mekanizëm pa kaluar atë fazën e proceseve zgjedhore që ndodhen në një subjekt politik. Gjithsesi është për të vlerësuar tani pozicioni që ka marrë zotni Krasniqi në raport me ndërheqjen e tij, në kuptimin e maturimit politik që ka treguar, dhe të bëhemi të sinqert, si kryetari një partie e cila ka qenë në thumë të sulmit nga lëvizjeve të vendosje, në vazhdimsi njëjti ka pas një përqasje korrekte ndaj shumë proceseve gjithsesi është përballur edhe me kritika se si është e mundshme që të përballoj me kaq të themi korrektësi një partner ose një situatë që është jo konvencionale për të konsideruar korrekte në raport me një proces politik cili ndodhte në Kosovë, qoftë duke pas qeverinë edhe pas saj. Janë shumë arsye që penalizuan mos pozicionimin e tij më të fortë për brenda subjektit politik si lider, si kryetari i partisë, dhe këto janë faktor të ndërlidhshëm secili në formën e vet me peshën e vet, duke përfshi leadershipi i Partisë Demokratike historik, po themi ashtu, i Partisë Demokratike të Kosovës që përballet me procesin në dhomat e specializuara, më pastaj fazat tjera të cilat ndërlidhen me çështjet e problematika ose dallimeve që janë për brenda këtij subjekti politik në nivel vendi, pra një mori arsye. Megjithatë, kishte me qenë jashtëzakonisht e mirë dhe rekomandueshme që ky subjekt politik një herë mirë të futet një procesi zgjedhor pa e lënë atë hapësirën e shpresës së nemi duke pritur ardhin e liderëve, përderisa është shumë e shëndetshme spakun vlerësimin tim që të krijohet një mekanizëm, të krijohet situata të mira ku kemi një proces zgjedhor të mirë për brenda partisë dhe partia të fuqizohet në instancë funit, kishte me qenë shumë e shëndetshme që edhe të cilët ata i presin, por po flasim për ish-kryetarët e Partisë Demokratike të Kosovës, zotin Hashim Thaçi dhe zotin Kadri Veseli, kishte me qenë shumë e mirë që përmes këtij procesi zgjedhor jashtëzakonisht mirë që është i nevojshëm me ndodh, ikjes nga kalimi i procesit vetëm në mënyrë të diçkoj që fasadon sa për të ecë, dhe një parti më e fortë kishte me qenë shumë e mirë që të presin ata duke qenë edhe të fortë si subjekt politik dhe jo duke kaluar fazave vetëm sa për të thënë. Për t'ju referuar zgjedhjeve të ardhshme, mendoni se do të çojmë një skenë më të fragmentuar se i përket këtyre zgjedhjeve, apo ndoshta do të dëshirojnë të kenë koalicione, mund të formojnë koalicione parazgjedhore? Tani, për brenda lëvizjeve të vendosje ekzistojnë dy të ashtu prezantuare si subjekte politike dhe të njëjtat në nivel vendi nuk kanë arritur në asnjë situatë të matën se çfarë fuqi kanë. Në nivelin lokal nuk është se patën ndonjë sukses, flas për subjektin politik Guxo dhe subjektin politik Alternativa, që me siguri të njëjtat do shkojnë prapë me një emër si të përbashkuar dhe gjithsesi në aspektin e asaj çfarë prezantohet ato janë një subjekt politik. Subjektet tjera politike, flasim për Partinë Demokratike të Kosovës, Lidhjen Demokratike të Kosovës, Aleancën për Autonominë e Kosovës dhe Nismën Socialdemokrate, tangenca bashkëpunimi mund të ketë. Deri me tani Aleanca për Autonominë e Kosovës ka dalë vetëm që është distancuar nga mundësia e pasjes së një koalicioni parazgjedhor me ndonjë subjekt politik. Më pastaj këto fuqi tjera gjithsesi që tani dyert janë të hapura, besoj, sidomos kur ka një vullnet politik, nëse ai vullnet ekziston, mirë po deri me tani duket që secili subjekt do të provojë të matë forcat vetë në një proces të parakohshëm zgjedhor në nivel vendi. Në instancë fundit kishte me qenë shumë më e mirë ndoshta, mirë po problemi është që cili është vullneti politik dhe cili mund të krijohet si vullnet politik në të ardhmen, flas për subjekte të caktuara politike që mund të ndihen se funksionojnë më mirë me një partneritet ose ngjashme. Në zgjedhjet e fundit, pra të nënshkurtit, patëm këtë bllokun rreth lëvizjeve të vendosje me këto dy të ashtu prezantuara si subjekte politike që janë për brenda listës së lëvizjeve të vendosje, një koalicion tjetër mes Aleancës për Autonominë e Kosovës dhe Nismës Socialdemokrate dhe dy parti tjera që shkuan si të vetme pra për LDK-n dhe PDK-n, cilat dhe patëm këtë rezultat aktual ku të gjitha këto në një formë ose tjetër janë, faktikisht jo në një formë ose tjetër, po janë subjekte parlamentare në Republikën e Kosovës.
Nëse vendet do të shkojnë në zgjedhjet parakoshme, do të bëj kështu një pyetje ndoshta edhe me dy alternativa brendshme të brenda saj. Vendi shkon në zgjedhjet parakoshme, cili do të ishte motivi kryesor? Kriza politike atje në Kosovë apo kalkulimi i partive kryesore? Kalkulimi është bërë mjaftueshëm prej non-shkurt deri më tani dhe tani është imponuar si pasojë e krizës politike, e cila duhet merr një kohje. Dhe kjo krizë politike është shkaktuar gjithsesi pasojë ose veprimet e të gjithave kanë atë peshën e vet. Mirë po, në rrjedhën logjike të sistemit politik parlamentar të Republikës Kosovës është i pari, është më i forti i cili ka përgjegjësinë për rrjedhoj obligimin dhe përgjegjësinë për mos ecjen përpara drejt formimit të institucioneve. Subjekte tjera politike nuk është se kanë pasat, si më thonë, ose mund ta marrin hajtë figurativisht në denimin e njëjtë, për arsye se nuk ka rrjedhë logjike, sidomos kur ke pas një situatë kur subjekti më i madh politik parlamentar në Republikën e Kosovës fton një subjekt caktuar politik dhe ftesa e cilësuar gjithsesi jo sinqert dhe shëndetshme, subjekte tjera politike nuk do t'i ketë në partneritet. Pra, edhe ky proces zgjedhor i jashtëm i parakohshëm i cili do të mbahet në Republikën e Kosovës është si pasojë e krizës politike të shkaktuar gjithsesi nga subjektet politike në Republikën e Kosovës. Po përqëmëria juaj personale, cila është? A do të kemi zgjedhje brenda vitit të ardhshëm? Si do të jetë parlamenti i ri nëse po? Zgjedhjet do duhet kishte për brenda vitit aktual, pra datat e mundshme mund të jenë ato cilat i përcakton renditja ose rregullativa ligjore, pra nduket edhe 4 ose 3 ditë ashtu diçka kanë ngelur që të bëhet prova prej mandatarit dytë, zotit Konjufca, rreth mundësisë formimit qeverisë, e cila siç e thamë kryetëres nuk duket që do të bëhet, dhe sipas afateve gjithsesi do duhet ishin po themi ashtu data 21, 28 dhjetor dhe 14 gjithsesi nëse përshpejtohet si proces. Pra janë për brenda këtij viti çfarë mund prodhoj. Tani gjithsesi numrat nuk do të jenë sikur tani, qytetari gjithsesi do të vlerësoj atë që ka pas mundësi të ecë përpara dhe nuk ka ecur përpara, mirë po ka qenë bllokues në tentim për të krijuar narrativa saj, nuk është bllokuesi, dhe subjekte tjera në qoftë se i vlerëson që kanë qenë edhe ata me mundësi për të ecë përpara, mirë po nuk kanë dashur për arsye të caktuara, pra unë nuk besoj që do të kemi rezultatet e njëjtë siç e patëm në non-shkurt. Do të ketë secili subjekt ato ngritje dhe rënjet e veta dhe gjithsesi ajo thelbi parësor është që të ketë kulturë politike ku në demokraci njihet kompromisi kur nuk i ke votat. Në 2021 lëvizjeve të vendosur i kishte votat dhe e bëri edhe qeverinë, edhe kuvendin, zoti dhe presidentin e vendit. Dhe është një situatë jashtëzakonisht normale, mirë po. Tani kemi situata tjera ku gjithsesi në qoftë se lëvizjeve të vendosur arrin ta bëjë rezultatin sikur ose më të madh se sa në vitin 2021, subjekte tjera politike nuk kanë që të bëjnë, vetëm duhet të urojnë dhe të ecën përpara. Në qoftë se ndodhe kundërta, parakushti është që të njohim realitetin në procese demokratike. Ky realitet është kompromisi rreth formimit të institucioneve, sidomos në sistemin parlamentar që ka Republika e Kosovës. Ju thash përgjatë bisedës se do duhet të ndaleshim në fund të saj edhe tek ky faktor i rëndësishëm siç është pozicioni i brendshëm, i rolit të brendshëm të politikës në Kosovë edhe me ndërkombëtarët, apo edhe me rolin që do të ketë gjithë kjo situatë e brendshme atje në Kosovë në raport me dialogun me Serbinë edhe gjithashtu në rolin e ndërkombëtarëve. Si e shihni? Të ndalemi këtu tani. Tani Republika e Kosovës në raport me ndërkombëtar që duhet të ndajmë në dy pjesë këto, gjithsesi kohëve të fundit ose viteve të fundit raportet janë thënë, jo se është vlerësim subjektiv, edhe nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës se nuk kanë qenë të mira me qeverinë e Republikës Kosovës, siç ata dinë ta bëjnë këtë dallimin mes qeverisë dhe popullit. Në anën tjetër, Bashkimi Evropian për një kohë gjatë, sidomos gjatë kohës zotit Borrell si përfaqësuesi i jashtëm i politikës së Bashkimit Evropian, nuk ishin këto raporte të mira. Shpresat ishin që me ardhjen e administratës së re dhe zonjës Kallas do të kemi një lëvizje ndryshe. Nuk është se Bashkimi Evropian i ka përqendruar vëmendjen aq të madhe
Republikës Kosovës. Arsyet mund të jenë të ndryshme, jo domosdoshmërisht vetëm Republika e Kosovës që mund cilësohet si njëri prej penguesve, mirë po kanë qenë edhe rrethana tjera gjeopolitike që e kanë ngarkuar jashtëzakonisht Bashkimin Evropian dhe angazhimin e Bashkimit Evropian jo vetëm në Kosovë, po më themi edhe në Ballkan përgjithësi, nuk kanë qenë të mira. Përgjithsisht tonë këto raporte, këto situata dhe është pjesën e kësaj periudhës së krizës politike institucionale në Republikën e Kosovës. Jo pa qëllim e thash në krye të herës që qeveria e re ka jashtëzakonisht angazhim pra edhe në raport e krijimit të raporteve, ruajtjes së raporteve, fuqizimin e raporteve dhe të rrugtimit të Republikës së Kosovës sidomos drejt Bashkimit Evropian. Për ta përmbyllur, nëse do t'ju kërkoja me një fjali ta përkufizonit situatën politike në Kosovë, cila do t'ishte ajo? Pa meritueshëm krizë politike, qytetari nuk e tha me non shkurt ta kemi këtë krizë politike, mirë po egocentrizmi i pa kontrolluar i leadershipit saktuar politik në Republikën e Kosovës e solli pozicionin ku sot tema thelbësore, debate thelbësore, muhabete thelbësore të bën rreth koalicioneve, qeverisë, mosformimit dhe të gjitha temat e interesit edhe jetësor në Republikën e Kosovës sikur të marrin një renditje të dytë ose të tretë në këtë çështje. Qartë, ju falenderoj shumë që ishit me ne në këtë intervistë për kohën dhe për opinionet tuaja. Kënaqësi, faleminderit për ftesën. Mirë, do të shkojmë në pak çast të publicitet, rikthehemi sërish më vonë bashkë.